Kosova është një kryesht të madh. Do të tregojmë pak për çka mendojmë se si ka shku këto 5 vite, e më shumë se çka do të bëjmë në 4 vite të ardhshme. Ti je me eksperiencë politik, po është pak sfiduese se goxha unë kam quajtur debati elefantëve politik, dikush thotë debati dekadës. Megjithëse është debati i madh i zgjedhjeve, ti je përballë zonës Qitaku, zotit Konjusa, zotit Haziri, me të gjithë këta keni raporte natyrisht, njiheni kohë gjatë kohë, është pak sfiduese? Definitivisht 7-4 nuk janë elefanta. Jo, a? Çka janë ato? A jemi motin politik, prej tyre më shumë ti luta, pastaj edhe të tjerët mirë, po ajo që mund të them është të 4 kemi në përvojë politike, bukur gjithë kemi qenë ministra, zavendës kryeministra, gjithë kemi qenë deputet, e sa i përket ballafaqimit, ju e dini që në për 4 vite jam ballafaqu me Glaukun në kuvend, por me thonë të vërtetën, jam ballafaqu edhe me Partinë Demokratike për 10 vjet kam qenë opozit, 9 vite kam qenë opozit, 2008-2017, edhe me LDK në kohën kur ata kanë qeverisë. Kështu që mendoj që ajo që duhet të bëjmë sot është ma shumë të shpalosim atë që ne mendojmë është plan real për Kosovën, mirë po edhe të ballafaqohemi, të themi vërtet atroç. Absolutisht po, le futemi brenda pak se ftoft jashtë. Diçka ftoft jashtë, ama e pa që Besniku për dallim nga gjithë këta tjerët kishte tentuar të komunikojë me qytetarët edhe të marrë inpute atyre se çka të flet sot në debat. A të komunikuan, a dhanë inpute qytetarët sot? Shumë interesant kushtrim. Për shembull njerëz aty shkruajnë komente, bravo, sukses, ajo fjala respekt që themi.